Kjo është blogu I fundit për ditën e sotme dhe e kemi me një super panel në fakt, sepse do të diskutojmë disa gjëra. Do të flasim pak për showbiz dhe normalisht do të flasim edhe për disa çështje juridike, pasi që kemi disa këngëtarë të cilët udhtojnë, vazhdojnë aktivitetin e tyre përderisa edhe ftesat nga gjykatat ju vinë. Gjithsesi, për të folur për këtë, edhe normalisht edhe për publikimet, sepse kemi publikime, në fakt të njëjtit për të kena me folë për çështje gjyqësore kanë bërë publikime, dhurata Dora dhe Gjesti e qitën kongën e re edhe një kongë jashtëzakonshëm, po për krejt këto sene kena me diskutu së bashku me Blerina Shoshin, që e kam kolege edhe më shumë I nderuar që e kam studio, faleminderit për prezencën. Gjithashtu edhe me një mik të emisionit tonë që kam vlerën ta kemi këtu, zotëri Jeton Alimi, kënaqësi të jesh me ne. Faleminderit kënaqësia sjellë zoti Kra. Do të doja që në këtë lidhje direkte ta kem edhe zotëri Elton Tozaj, por ai do të paraqitet një ditë tjetër, kështu që bisedën e fillojmë me Blerinën në studio. Blerin, çështë do konga e Gjestit realisht? Në fakt, mu do kongë shumë e mirë, kongë verore, edhe s'kom prit që kanë me pas një farë qësi volumi ka që të madhë në momentin që e publikojnë, po që ka është po prej 15 sekundave të parë që e kanë publiku para publikimit të komplet kongës, është pa që të prit me të madhe, edhe mandej edhe në momentin që dollë u pa rezultati. Po që të dytë janë artista shumë të... Mu po më interesën për shien tonë, që është të do këty konga. Unë e parë të ngova, gasolina. Për verë. E mirë kja? E mirë. Jo kështu që këthejesh e dëgjën mas një kohë shumë të gatë, se të ka kapë nostalgjia, po për sezonën e verës shumë e mirë. Po, për fansat e Gjestit kjo tepër e mirë, jo shumë e mirë, tepër e mirë. Madje kjo është akuzu se po I shkojnë të shtëpia. Është shumë e vërtet që Gjestit prej që ka një kohë gatë që fansat I shkojnë në shtëpi, nashta për shkak të afirmitetit edhe që ka qenë në Big Brother për një kohë shumë gjatë, jëmë familjarizu me të, po që unë kom dëgju dhe raste nga vetë persona që kanë tregu vende pa vend ku kanë shku të shtëpia Gjestit e kanë po. Persona ty që të kanë po, që më kanë tregu edhe që I ka mirë prit, po që dikur dihet që bëhet e tepërt. Ka bazë ligjore me burgos, dikon nëse me arrestu, dikon nëse t'vjen të shtëpia pa eftu, zotëri Alime. Nëse shkon në varën çfarë pozicione shkon për çka shkon arsyet, nëse shkon që është fan si ti dhe ky ka qef mi përkushtu fansa dhe si person VIP që është, kjo është në rregull, mëse ve, po ka fansa që e tha dhe shumë mirë zonja që mundën e pëlqet dhe mundën dhe ky nëse një kërcënim për tyneve, mirë hipotetike dhe apo nuk dën me shku, dën me aprish qetësinë, rahatin atë në shpit vetë, apo unë mendoj që nuk është e mirë. Po ky vesh nëse kërkon që mos mi shku edhe një herë kështu, atër mund mi lajmë organet e rendit dhe mundët me bo stop dhe mundët mos mi shku, se e lodhen. Mos jena këto fix, e lodhen, nuk stresojnë, varet ashtë për pozicionit që ki lojloj konca. Kur janë dhe Gjesti, po më kujtot po du me këty edhe njerë me ta bu një pytje, nuk janë akuzu, po kanë mungu në një proces gjësor dy palët. Edhe Pola tjetër edhe Gjesti. Po tash, nëse zoti Kron e ka në arsyetu, mos mungesën avokatit... Mos prezencën. Po, mos prezencën. Me para shtres, qoftë advokati këti dhe Pola tjetër, ose kanë marrveshën mirë hipotetike, që e bojnë shumicën e raste, por opinioni nuk e bojnë, asë se mundet me ra edhe kredibiliteti gjykatës. E shkanë nëse s'kanë? E nëse s'kanë, atëherë është domenin e gjyqtarit, që mundet me që urdhërares, por mi kënë me forcë. A rëzikon mu arrestu Gjestin nëse? Po nëse nuk e ka arsitu me para shtres, advokati tina, për mos prezencën e ti, atër është në domenin e gjyqtarit që mundet me para pa, me lëqu një urdhërares, me sil, me dhunë aty, me polici, me qenë në ranin salës ku do të matë një gjykim, me Gjest edhe në polën tjetër. E qarë, dojnë pak edhe njerë në showbiz, këthejmë në showbiz, sa lojka I ka marrë, nuk I kam për momentin dorë telefonin, sa lojka I ka marrë deri tash, sa views-a I ka marrë kjo kongë? Në fakt nuk është që ka thy kështu rekorde, po them shumë doja, aq shumë sa ka thy në TikTok në momentin që ka dojnë. Po ma shumë e TikTok-u dyqysh Blerinë. Qata po thomë, shumica artistave që publikojnë tash, po e kapin një 15 sekund për TikTok, me u bo virale, me bo video fansat me to, po ma ndej kur hinë në komplet s'po flasë për kongën e Gjestit, se ajo ke pej fillimi dhe në fund e mirë, po që ka raste kur publikojnë një kongë vetëm për 15 sekundat e TikTok-ut, edhe kur hinë me dëgju pjesën tjetër, thjesht s'ki qa dëgjën. A është kjo një prej aty në kongë? Jo, e thash që jo, kjo e ke e mirë prej fillimi dhe në fund. Një pyetje me kleqë, që thojnë kështu. Do është ta me pyjtë dhe diçka. Blerinë,
Na vedimin e po ta rastin me bisedu, s'fundi u publiku edhe emri producentës së Big Brother, është Olsa Muhameti, është publiku edhe emri Dinit, në fakt prej Olsës, Olsa i ka zhdu ka ludimit, pra ka tregu që kanë fillu punimet. Edhe Dini është, po qa bu me Jonidën, a do tjetë Jonida, a s'do tjetë si vjetë? Çdo sezon do këtë është kjo pikë pyetja, a është Jonida jo, bile deri në momentin e fundit sezonën e kalum, nuk është konfirmuar nga vetë Jonida që ka me ka në pjesë e Big Brother, kështu që edhe kësaj here po e presim Jonidën me na tregu. S'po flasim na. Mes takimet me personat të ndryshëm, për Big Brother VIP Kosova, madje edhe zgjedhja disa prej tyre, veç ka ndodhur. Ajo që është interesant është se disa prej takimeve mund ndodhin ndonjëherë edhe brenda hapësirave të Klan Kosovës janë diku 13.000 metra katror. Çështja është, a e ke potin e emër të him rena klanit, të taku Olsen? A guxoj me folje të thënë. I pas ke po. Nuk gëzon, okej. I kom pa disa fytyra publike, po që ekskluziviteti dihet është në natën e A ju parë. konë këngëtar, a politikan, a ju konë analista, që ka në konë ato fytyra, që te ke po? A shushin civili, apo advokat. Krejt ka pak. Këtë ka pak, a? E dim qëfar mikse e bumbigo, kështu që krejt ka pak në konë. Krejt ka pak. Këngëtar ki edhe, tash politikan s'pudia me thonë, po në qëtë pjesën analistave të politikës. Po, zëtëri Halimi, ty po t'ke shumë fytyra, si rrës ta këshehim Big Brother, po ta vojnë e fytyra. Valoj, s'po di e kësha mendu, s'po di. Zdoj si jom konë asë njeri mendimit, po si di e kësha shërtu. Po besoj në debate ishe ka një fort. Kështu në atë kohën kur bëhet prajmi, kësha jep mendime që ja vlinë mi dëgju, se kemi pas ka njëherë kam full, po që fund nuk është marrë vesh kur... Atë është pusha jo një averist, atë folje dhe mundohme që profesional, atë s'kishë mungu të saksi. Tu që unë Ata e kongë. këtë vendosë barazin brenda shpisë. Mirë, qka po kretë realisht për personajë? Paka shumë meq plerinave që dënë disa për e personajëve, se i ka po dhe... Doftesave që janë... Kjo është e vërteta. Po që... Ta i TikTokut. Po Si çdo sezon që ka qenë më e mirë se tjetra dhe kjo ka me na befasu hala më shumë. Ka me na befasu hala? Hala më shumë, po që e kemi një projekt para Bigut, po them veç pak para Bigut, është Supernova që ka me fillu tashmë të ejnëtën, edhe që edhe aty audicionet janë shumë, po them të përzidhuna, imazhe tashmë ekskluziviteti është që ka edhe meshkuj, se sezonën e kaluar ka pas vetëm vajza, edhe tash e kemi... A ka nej kështu disa karakteristika që do të me plotësu për me konë, për shambull, model? 18 plus me qenë, mbi moshën 18 E vjeqare. kështu i gotë? Po, unë mendoj që atu alo do të me ushikua. Sot do të me konë për shambull i gotë një mashkull për me marrë pjesë atë? Një të dhejt, Nuk është e përcaktuar, për Supernova nuk është... Po nisa për vetë një të dhejt, unë jam gjatë. Për Supernova nuk kanë bërë diskriminime që me normal, me kanë gjatësia është kriter ose diçka, mjafton me pas dëshirë për modeling, me pas paka shumë pamjen e një modeli ose modeleje, edhe pastaj audicionet janë nesër, kështu që unë s'pëndoj shumë detaje. Nuk pëndon shumë detaj mirë, quve shpak Blerin, në kom, pra mes në sene kështu si Blerina, mundën i me marë pjesë në audicion në Supernovës, në tërza në zenesione, mashkull mëni nashta me konë në fotomodel, se nuk mëni me konë model kështu i skenave, se në vogël. Për eci zbona? Për eci nuk banë, po apë përshëndesim njerë zëtë rjetonin, pas ta ecim. Përshëndzojnë arrasni kështu me mbyllë emisionin, zëtë Halimi është shumë në anësit e kishën Kosova të dej. Falemderit që ishe me neve. Me gjithashtu përshëndzoj arrasni mi falendru edhe juve krejt dhe mos arrëni krejt materialet tona i gjenë në Facebook, YouTube,